Alarmohen deputetët në Bosnjë-Hercegovinë, gjarpri futet në parlament, politikanët janë mbathin me vrap. Parlamenti në Bosnjë dhe Hercegovinë është mbyllur për një arsye krejt të pazakontë. Sipas mediave atje, një gjarpër i vogël çoi në ndërprerjen e seancës së dhomës së popullit të Federatës së Parlamentit të Bosnjës dhe Hercegovinës. Përpara se të fillonte seanca, deputetët vunë re një gjarpër të vogël që zvarritej në dyshemen e sallës, gjë që menjëherë shkaktoi alarm. Përfaqësuesit u larguan nga salla dhe problemi u zgjidh nga një nga punojësit e shërbimit teknik, i cili e kapi gjarprin me një leckë të zakonshme dhe nxori jashtë. Më vonë doli se ishte një gjarpër lumi jo helmues që ndoshta kishte hyrë midis deputetëve përmes vrimave të ventilimit, sepse salla është në nivel me shtratin e lumit Miljacka, i cili është habitati këtyre zvaranikëve. Megjithatë, Tomislav Martinović, kryetari i parlamentit, vendosi të shtyjë seancën derisa ambientet të inspektoheshin plotësisht dhe të siguroheshin kushtet për punën e sigurt dhe të papenguar të degës legjislative. Ai kërkoi gjithashtu që Ministria e Brendshme e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës të kryejë një hetim. Ministri i Punëve të Brendshme të Entit Ramoj Sak e quajti gjithçka një farcë para gazetarëve. Një gjarpër i vogël për të penguar seancën. Kjo është qesharake, le të mos jemi mendje lehtë, tha ai. Disa nga përfaqësuesit u indinjuan nga ndërprerja e seancës sepse në rend të ditës kishte ligje të rëndësishme përfshirë ato që të fuste termin femicid në kodin penal dhe të parashikonte dënime dragoniane për të. Ligji i cili parashikon dënime për të paktën 10 vjet dhe deri në burgim afatgjat për krime të tilla u miratua nga dhoma e përgjithshme e parlamentit të entitetit pas një përpjekje të gjatë nga organizatat e të drejtave të grave. Megjithatë, ai nuk mund të hyjë në fuqi derisa të ratifikohet nga dhoma e popullit.